Tu. Vetëm me shënime mund ta kuptoj batonin. Dakor. Tash Lenci do japësh fjalën. Pastaj ka bushatin e mbyllni. Kotja jap edhe shënimet se nuk që çfarë do që të them mund që të mos më ndërpresësh, po të pyes unë ty, meqense më shkruan njerëzit dhe më pyesin. Mirë do bësh. Më thonë mirë erdhi çimi nga Lugano, po intervista kur vjen. Njëri kemi këto të burgut Durrësit këtu aty që shkruajnë. Bushat. Po më do të japësh një përgjigje drejt për të, unë kaloj radhatimin me. Kemi njëri nga burgu i Durrësit thuaj. I thuaj e keni nga burgu i Durrësit Lugano pra. Bushat. Nga Brescia ka vajt Lugano. Bushat. Dhe po e pyes. Për nuk do batonin se e fusim në me nuk do të përgjigjesh ti. Pra, nuk do batonin. Se e fusim dhe live. Nëse aty nuk i pritet, e fusim dhe live. Por thuaj prit intervistën e burgut. Bushat. Nga kush? Aty keni shumë, s'ke fajdet. Nuk e tregon. Ato mbaj kujt janë shumë aty. Tani u bë, do me thënë debati përgjithshëm u bë, unë do zbres qik për në çështje konkrete. Rama thot, më votoni mua të futeni në BE. Në çfarë stadi jemi? Jemi në stadin që sa kemi hapë, vetëm një kapitull nga 35. E zëm se Shqipëria ka administratën më të mirë nga gjithë vendet që janë integruar dhe mbyll të proces, i hape i mbyll 35 kapitujt për 2 vjet. Ka dhe Mira Murat. E di çfarë ndodh pastaj? Po i mbyllën për 2 vjet të gjithë vendet, ose duhet bëjnë referendum për Shqipërinë, ose duhet votojnë në parlamentet e tyre për të thënë që jemi dakord. Po. Kështu që kjo nuk bëhet brenda këtij mandati, nuk bëhet as në 2030-ën dhe ka gjas mos bëhet as në 2040. Pse? Kjo debat tash. Kur kemi mbledhur Këshilli, kur është bërë ai samiti Selanikut, nëse mbani mend, ku për herë të parë u mor Ballkani perëndimor në diskutim, u tha që brenda 2015 këto vende do jenë në BE. Sot jemi 2025. Pra, pse them këtë? Projektim o Bushat. Si? Shtetet e projektojnë, rrugës politika ka probleme. Projektojnë, po jo marrësh vota me Shtetet projektojnë, por shtetet, kur dalin fushat partit politike, ndryshe nga shtetet, thonë po, vizioni është ky, Evropa, dhe atë e thot gjithë, edhe Adriatik Lapin, po ta pyesësh, vizioni Evropa, edhe Arlind Qorin, vizioni Evropa, basha, po. Por, nuk shkoj... Po me syrizën dhe projektimin e saj për zgjedhjet. Fushatet, si e ka nisë, çka e ka bë? Prito batonë. Jo, po të thonë... Tani, unë Syrizën e njoh pak, po deshet t'i them të flet për rishpërndarje pasurisë, sa do jetë taksa, sa do jetë rroga minimale, sa do jetë pensioni. Këto janë fushatat e partive politike që kur nuk premtojnë gjëra 10 vjeçare. Sepse vetëm Rama kujton... Jo, ata kanë pas fushat kundër Gjermanisë dhe kanë pas një raport me Bashkimin Evropian se si do sillen. Vetëm Rama kujtojnë se fushatat janë formalitete dhe lideri është i përhershëm. As i lider nuk ka guximin të premtoj gjëra që janë përtej mandatit 4 vjeçar. Se siç e bëm debat pak para, del i gënjeshtë. Dhe përveç se kjo që është kronologji që thashun kur mbyllen kapitujt, sa i duhet shteteve anëtare që të votojnë për Shqipërinë, ne tani si kur donte t'i bënte atë mullarin fushatës Ramës, të delte koalicioni i partisë në Gjermani, që thotë, se kanë me ne ata. Ata thonë, nuk ka zgjerim pa reformuar po, se janë lodhë me Slovakinë, Hungarinë, në tjera të shtetet. Ata janë lodhë, po nuk kam hall në lodhjes atyre. Kam hallin që ti nuk mund të premtosh një gjë që ja ku e ke pasaportën, kur Gjermania thotë, jo, s'ke për ta marrë këtë pasaport. Nuk thot ashtu, mjen keq. Po si thot? Mos keq interpreto. Si thot? Ata thonë qartë, dhe nëse ke pa në fushat Mersin, kjo është përmbajtja e marrëveshjes koalicionit, që është më e fortë se sa ato që Merz ka thonë në fushat. Merz ka qenë i qartë, nuk mund të vazhdojmë me aksesor të shtete që janë me Rusinë,
dhe i marrin parën nga Bashkimi Evropian. Ka qenë i qartë shumë për Hungarinë, Slovakinë dhe për një shtet tjetër. Pse ka qenë tema tjera? Ke një talent gjigant. Jo talent, për po jo fakte. Jo më rëtym, fakte janë këtu. Po çfarë lidhje ka me Shqipërinë kjo? Lidhje ka Rusia, unë po të them, pavarësisht se nga vin frikrat e Gjermanisë, vendimi i Gjermanisë është stop zgjerimit pa reformim. Po, dhe çka kërkojnë gjermanët? Stop. Jo, kërkojnë shumicën e thjesht për vendime të rëndësishme. Po çfarë nga të reformimit? Që kjo është reformimi? Nuk po kritikojnë Gjermaninë. Ka 28 veta me Merci është fitoi zgjedhjet. Po. Tani ne po flasim për këtë tipin e Shqipërisë që premton një gjë që i varet nga Merci, kancelari gjerman, dhe i thot jo, kjo gjë nuk zgjidhet në afatet që thua ti. Pra këtu është që Rama thjesht po propagandon një gënjeshtër, të cilën nuk e kap dot as teknikisht, të cilën qën ka dhe shumë larg politikisht. Prandaj them, na fut dhe ne në këtë qertullin vicioz, ore të thot fola shumë bukur në Këshill të Sigurimit, ore mbusha Shqipërinë me turist, ore jam më i bukri, më i madhi, shisa kullat bukra kanë bërë. Dhe kjo mund taj diskutim, ca thonë keq kullat, ca thonë mirë kullat. Po jo një gjë që s'ka lidhje fare dhe zvaret nga ky. Prandaj po themu që kjo është një fabulë absurde. Më ti si më dhe Fidel Castro dhe Veroj, që bin të... Nuk kemi marrë as edhe një minutë kohë, kemi kaluar kohën. Sa ta zgjidhni zgjedhje fare. Falenderoj Batonin, Lencin, Bushatin, Shkullakun, shihemi të prokurën natën e mirë.